por kufi kemi mendu se do të takohemi me shumë mërgjimtar, ne ishme të vetmi që ardhëm aty. Edhe urojnë që sa ma shumë mërgjimtar vinë, se edhe nëse është trajt Kosova, ne me gjithë qef i lom lek të në Kosovë, se sa milon shtetet tjera. Na të regoni prej nga jeni fillimisht? Prishtinës. Prishtinës, po. Pse jeni sonte në Ferizaj? Për qef jenor. Për qef? Po. Ku jetoni ju në mërgjem dikon? Na jena prej Gjermanisë jenor në Kosovë. Gjermani? Po. Rregull. So keni me qëndru edhe tash e so ku keni orë? Me të drejtë kemi orë që një javë kemi qenë në Kroaci, kemi nejtë edhe 2 javë tjera, mandej këthemi pranë Kroaci, por herë parë kemi orë në Ferizaj sot dhe shumë bukur, për na pëlqen. Përshtypja e parë për ty personalisht, për Ferizaj, si është? Sa vë të pëlqen? Shumë qytet e mirë, shumë atmosferën fort, po pëlqen shumë mirë. Rregull. Po juve zonjë? Shumë bukur, shumë bukur. Përgjithësi të gjitha qytetet kanë shku përpara, edhe më pëlqen shumë, atmosferën e pas një jashtëzakonisht. Me gjithë edhe Prishtina është e mirë, unë posaçërisht vin nga Llapi, po Dujeva është ndërtu, do më thonë, ma ndryshe, por edhe këtu gjithçka qenë ka në rregull. Më qam për la përshtypje ma shumë të edhe ishte shumë bukur që këshë rrugullue në toksore, që këshë në kalimet. Respekt shumë bukur. Do me thoni këshë ikë shumë makinat për qytetit, edhe atë veprim duhet e bëjë edhe Prishtina sa ma shpejt. Për ndryshe... E keni provu edhe ju një keni renovu. Jo edhe aq mirë. Jo. Veç po fillojnë edhe për ndërprejnë gjysë. Ashtu. Po du më ju pyet pak për ushqime tradicionale. Ta filloj me zonjën? Po? Për ushqime tradicionale, cili është ushqimi juaj i preferuar? Si të gjithë tjerë, flia. Na mund garatje shumë se përdorëm qaq, edhe kjo është. Rregull, po për Për mu flia normal. njëj. Po. Ndërron për ty? Por mu rëmë shtek. Edhe ishëm të restorant Balkani, japëm notën dheqe, shumë bukur. Jemi shumë të knoqë. Ferizaj, jeni shumë nga, gjithë shka diri tash. Shumë bukur, po, shumë bukur. Rregull. Dhe që jurojmë suksese dhe punë barë, edhe kryetarit, jurojmë sa ma shumë kësi veprime është bukura, por qytetarët, se edhe ne jem krenar kur vim, e shohëm si Ferizajnë, si Prishtinë, si çdo qytet Kosovës, pa marrë parasysh, jem krenar me juve. E përmende se keni kaluar një javë në Kroaci, tash jeni 2 javë këtu, prapë do ktheheni në Kroaci. Po du më ju pyet pak për shpenzimet. Si po duken çmimet në Kosovë? Varet, prej vitit kalum kanë hyp pak, po Çka vrejtja më shumë ngritje? ushqimet ma shumë, pijet, do me thonë, ushqimet e pijet, shumë ma shumë kanë hyp, po. Po janë përballueshme për juve këto çmime? Po ne është normal, se edhe atje janë i njëjti çmim. Po thuj se... Më të larta. Po thuj se shumë gjona për shembull që janë në Gjermani, shembull 1 euro, këtu po ndodhin 2 euro, 3 euro. Por juve janë shumë vështira. Se Në Gjermani një është 1 euro, këtu është 2 euro? për shembull tash po flasim për Baileys, e shikova sot shembull, atje 10 euro, këtu është 26 euro i njëjta 1 litër. Po shumë Çfarë produktesh, do me thonë, ka ushqime të mendoj që edhe një për vaj, do me thonë një vaj që e blen, atje çmimi është i njëjtë sikur këto. E për këta që jetojnë këto, është... Pagat nuk janë njëjta, edhe është diferencë e madhe. Vërtet është, do me thonë, për këta që jetojnë këto, nuk i kanë pagat ashtu, e kanë jetën edhe ma të shtrajt. Po besoj. Në të rasti kishim edhe në Kroaci kishin hup shumë turista. Shkoki i ngritje. Shko ngrisje çmimi, do me thonë vjet ishëm një akullore kushte ke 4 euro. Një kugël, në hotel po flasëm, e si vjet 8 euro. Do me thonë dallimi 100%. Sasia njëjtë. Sasia e njëjta, 100%. E Gjermanë për shembull i shikojnë ato shumë të saktë. Edhe ne mërgjimtar për shembull, ne punojmë atje, kemi gjithë punë të fshira, nuk i kemi çfarë shledha. Po unë me gjithë dëshirë, me familjen time i lëm lek këtu në Kosovë për shembull, se sa dikon tjetër. Folëm për Kroacinë, janë ngritë çmimet edhe po besoj që ndoshta Kroacinë e dëmton kjo për turista, por vendin tonë Kosovën, sidomos ju mërgjimtar ton, sa do të bëhen çmimet, uroj mos të ngriten, po besoj që nuk e lani Kosovën asnjëherë. Pa marrë parasysh ne na keni çdo herë këtu. Në fakt, du me cek, nuk e di ashtë herët, por merë darë, atu ku kemi arrit na nuk ka pas që kemi prit si zakonisht, ka 2-3 orë, mendoj që këtë radhë ka pas shumë pak mërgjintar, nuk arsyeja.
Nuk e di edhe Prishtinë nuk e shoh për shembull si herën tjetër. Ka qenë ma e stërmbushur, tash nuk është. Ja që kuptova se menova që po na livdën pikën kuvitare, ti je tu thonë po mduket që nuk po vinë mërgjimtar tash. Pak. Pak e pak, shumë pak. Por në kufi kemi mendu se do të takohemi me shumë mërgjimtar, ne ishme të vetmi që ardhëm aty. Edhe urojnë që sa ma shumë mërgjimtar vinë, se edhe nëse është trajt Kosova, ne me gjithë qef i lom lek të në Kosovë, se sa milon shtetet tjera. Ashtu.